përmirë se vinin demokraci. Këto fjalë i kishte thënë Lumir Abdigjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, para se të fillojmë te kuvendit, cilin e kishte thirrë vet për vorbesimin e tij më 31 janar 2026. Atij vorbesimi, Abdigjiku i mbijetoi fal mbështetjes së 55% të delegatëve të LDK-s. Por 6 muaj më pas, Abdigjiku do të përballet përsëri me votën e delegatëve, veç se kësaj here pak më ndryshe. Kuvendin e jashtëzakonshëm kësaj radhe e therrën më shumë se 1/3 delegatëve, të cilët e duan shkarkimin e tij. Në kohë kur ai vetë se kishte mbajtur takimin e parë me Albin Kurtin për formimin e institucioneve të reja, që dalin nga zgjedhjet e 7 qershorit, në të cilat LDK-ja e udhëhequr prej tij për të tretën herë vëllazë doli si parti e tretë. Delegatët nënshkrues për thirrjen e kuvendit, në krye me Gazmen Muhaxherin, Imre Ahmetin, Armend Zemajn e Florian Dushin, më 30 korrek vendosin për fatin e Abdigjikut brenda LDK-s. Megjithatë, deri në këto momente, ende askush nuk e ka shpall kandidaturën për kryetar të partisë, në rast se Abdigjiku bie. Zemaj, i cili vetë i dorëzoi nënshkrimet për thirrjen e kuvendit, më 9 korrek pas një mbledhje të kryesisë së LDK-s, kishte thënë se nënshkrimet po mbledhen për zgjedhje të reja në të gjitha organet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Duhet të ketë zgjedhje të parakohshme dhe duhet të ketë reflektim mbi procesin zgjedhor të qershorit, domethënë të gjitha strukturat e Lidhjes Demokratike, duke filluar nga kryetari edhe deri te nëndegët. Abdigjiku s'është që e priti mirë kuvendin e LDK-s. Në një deklarim, ai ka parapor edhe pasojat të mundshme për partinë pas këtij procesi. Inicimin e kërkesës për shkarkimin e tij, ai e konsideron se erdhi prej jashtë partisë. Nuk mund të fshej as shqetësimin tim për atë që kjo nis mund të shkaktoj LDK-s. Nuk e kuptoj ngutin, as kohën, edhe më pak zellin për të rrezikuar LDK-n. Nxitjet e jashtme do të venitën shpejt, do të mbesim sërish ne, vetëm ne. Nuk mund ta mbaj përgjegjësinë për një proces që nuk e kam nisur, nuk e kam dashur, nuk e kam pritur. Përgjegjësinë për këtë nismë, për dëmet që mund të krijoj dhe për pasojat që mund të lërë LDK-s dhe vendit, do ta marrin ata që e kanë nisur, e kanë organizuar dhe e kanë zgjedhur ta sjellin në këtë moment. Se si do të shkojë procesi, a do mbijetoj Abdigjiku nga vorbesimi apo jo, do të shihet më 30 korrek. Një javë më vonë është edhe seanca konstituive e kuvendit. E takimet me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve do duhet që të rifillonin pas kuvendit. Kjo në rast se Abdigjiku mbjeton. E nëse jo, ende nuk dihet se si do të veprojë kjo parti për takimet e pezulluara. LDK-ja me Abdigjiku në zgjedhjet e shkurtit 2025 kishte marrë 18.27% të votave. Në dhjetor 2025 13.24 dhe në qershor 2026 16.69. Të 3 herat është ranguar si partia e tretë, pas lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës.